Mirë se po takohemi të dashur me të emisionit Familja Jonë. Këtë diel emisionin Familja Jonë nisi me rëndësinë e analizave të gjakut gjatë 9 muajve të shtatzanisë. Së bashku me ginekologën doktoreshën Drita Kabashi dhe specialistën e biokimisë doktoreshën Luljeta Hetemi, flasim për infeksionet që mund të na lënë pasoja të mëdha të foshnja nëse nuk diagnostifikohen në kohë. Një infekcion i thjeshtë me një mënyrë, domethënë pasojat mund të më shku deri te dëmtimit e shikimit, deri te dëmtimit e ndëgjimit, për shembull, domethënë deri te dëmtimi i sistemit nervor. Autoimune e gjendrës tiroide dhe më tutje gjatë shtatzanisë pastaj ndryshon niveli edhe i hormonit tirostimulues ose hormonit bazë të gjendrës tiroide. Në rubrikën Magjikët e Vegjël kemi të ftuar balerinën e vogël Buna Jasiqi. Bravo, pa e të përqafoj. Bravo. Ndërsa në pjesën e kuzhinës, nutricionistja dhe dietologja Albulena Shabani Lazi na sjell 3 receta të shëndetshme për syfyr. Për me neutralizu insulinën në trup, ka një ndikon tepër mirë, se na jep edhe ndjenjën e ngopjes. Takohemi të dielën në orat 16 në Kanal 10. Familja Jonë mundësohet nga Klinika Gjermane Syrit, Instituti për Shërbime Psikologjike Sociale Visar Sadiku, Spitali i Përgjithshëm Rezonanca 2, Spitali i Varësive Rezonanca 3, Mobileria Mia Home, Saloni Perdeve dhe Tepijave Visari Home, Shkolla Finlandeze.